Tret shoqnia sot për me dal me pije, për me dal me pije ama. Hallet e shestimet moj, ti mbys me rakije, ti mbys me rakije ama. Se jam qun Tirane moj, për shpije shoqnije, me tabu Tirane aman. Se jam qun Tirane moj, edhe për dashnije, fukara edhe i pasun, qefin do ta bër. Për dashnije, fukara edhe i pasun, qefin do ta bëj. Se jam qun Tirane moj, për shpije shoqnije, me tabu Tirane aman. Se jam qun Tirane moj, edhe për dashnije, fukara edhe i pasun, qefin do ta bëj. Këngë moj ti merë dhe në, kushta di moj ty polenë, mos më rikshtu e ngujuar. Këngë moj buqit në male, dhe barin let hedhin vale, edhe qingja dole të blegërojnë, kur bilbila të këndojnë o hej. Merë më shiun e Prishtinës, pika pika mbushen got, ma dërgo me lotin tënd, atje lar diku në bot. Oh, oh, oh. Na qytet ku shpesh bjen shi, si ta kthej sërish një verë, sa të laget floku e paqja, bushë sa të ti marero. Hapi krahët shpirtim, luturo o mbi kujtime, pas kam dit qfar bukurie, pas kam pas në dorën time, s'pas kam dit qfar bukurie, pas kam
shiun e Prishtinës, pika pika mbushen got, ma dërgo me lotin tënd, atje lart diku në bot. Oh, oh, na qytet ku shpesh bjen shi, si ta kthej sërish një ver, sa të laget floku e paqja, ushe sa te ti marero. Hapi krahët shpirtim, fluturo o mbi kujtime, s'pas kam dit qfar bukurie, pas kam pas në dorën time, s'pas kam dit qfar bukurie, pas kam pas në dorën time. Mori vjoll sa që qel në saksie, mori vjoll sa që qel në saksie, lule paro për djem të ri, lule paro për djem të ri. E lule paro për djem beqar. E moj ledhatare, lule paro për djem beqar. Të këputa e të mora erë, të këputa e të mora erë, lule paro që qelë prande, e lule paro që qelë prande. E moj ledhatare, lule paro për djem beqar. E moj ledhatare, lule paro për djem beqar. Ishim fëmi të lindur në një stin, shatarja ime mike rinis. Jeta është grac, mjaltin e bën pelim, besim veç se rop të dashuris. Jeta është grac, mjaltin e bën pelim, besim veç se rop të dashuris. As unas, as darsën me klamur, fëllënza ime ëndër e pa shpres. Edhe pse kur ne nuk u prekëm kur, ne në shpirt lidhëm kur ore bes. Edhe pse kur ne nuk u prekëm kur, ne në shpirt lidhëm kur ore bes. Sa e bukur ish me vedhë, atit shiu mu në maj. Isha e strukur në ombrellë, musafir ndas më në saj. Sa e bukur ish me vedhë, bëja be që s'do të qaj. Por ko qesha në ombrellë, mua mlak të loti saj.
vela ati që ju mu në mar isha e struku në ombrella musafir da asmane saj. Në këto momente është që t'ua themi që kemi një rubrik në formë të top listës prej 10 momenteve ose intervistave më virale që kanë qenë për gjatë vitit 2024 që kemi pas mysafirë të ftuar në studion në një natë, po nisi me njëherë me pozitën numër 10, është intervista me debatin për jetën e natës në Prishtinë. Çka më saktë e ndjekim përmes materialit vazhdim. I shohim turistat, diasporën, vetëm si shaj e dollarit apo si shaj e euros. Nuk ka kërfar dallimi për barave në Selanik atje me bara tu në qytet Prishtinës. Domethënë e katërta që është shumë e rëndësishme, të cilat nuk e kanë vendet e tjera është siguria. Nuk ka kryet qytet në botë, në Ballkan, në botë nuk ka sash për momentin në Evropë, se tash bona pak edhe nervoz, që në pikë të natës, në ora 9, njerëz me Kalashnikov, domethënë sillen në qytet, edhe pas silles me adin çadush më thon adin Kalashnikov, hyjnë me një lokal edhe e vërojnë njërin në lokal. Në Prishtinë pak shumë njerëz e dinë që vinë njerëz, ka turizëm shëndetësor. Për çka vinë? Vinë me miell flokt, për dime po, edhe vinë për me ndres dhëmt. Njerëz vinë edhe i shpenzojnë 2 ditë. Këta janë turista, sepse ai shkon dikon edhe ti tash. Kur vjen ai me ndres dhëmt e ti, apo ajo, çka bën ti? Ti dush me ju ofru që me bu diçka në qytet. Me thonë, okay, unë po shkoj me ndres dhëmt, po edhe 1-2 ditë po kaloj, po shkoj te pjesa vjetër e qytetit, po shkoj me një restoran. Në intervistat më virale të vitit 2024 është padyshim edhe një prej imitimeve më virale që është bërë nga aktori Agan Aslani, por nuk po e ndjekim vetëm pozitën e 9, po ndjekim pozitën e 8, pozitën e 7 dhe pozitën e 6 në këto momente. Djalë të cilin e kom pas në gjeneratë shkollë fillore në Dardani, Ilire ka emrin, edhe ajo më shkrujti, qështu po kemi qef me kryetarin, me pi një kafe. A pranon, pa tjetër. Une nuk jam kur s'kom qenë në ndonjë parti, asë nuk jam edhe besoj që kom e qenë ajer. Pozitën cilën aje ka, për shtetin tonë është i rëndësishëm. Edhe ka që mjafton për mu me marrë ftesa prej një njëri tilë, për mu është knatësi dhe privilegj. Edhe pranova, shkova, bisedum për çështje të ndryshme, kryesisht për teatrin, për filmin, për ndryshe Glauku është pasionant i madh i filmit. Edhe masanena ke mua beti relaksu, me shumë veç në 3, a bon me bo një video, kështu, thosh po, më pa tjetër. Edhe që kjo është e mira, kur tjetëri, do me thonë që e ka pa dikon ty imitu, nuk është prek, po për kundrazi. Agim Batiri, Glauku Njufca apo për Parim Rama, cilin ma problem ta imitoni? Ma vështirë? Glauku, po, ma vështirë. Glauku është ma i qetë. Si personazh është ma i qetë, vetë Glauku. Edhe nuk ka shumë karakteristika për shembull të gestikulacionit ose ku ta dijem. Edhe tani kom mbri me kapçat mënyrën e të folur e tij edhe pak me afru si timbrin e zonit pak si ai. E ky ka qenë pak më vështirë. Kurse këta 2 personazhe tjera Parim Rama ishte epike, domethënë, nga epizode unë jam shkrit. Edhe na kesh shumë. Me gjatë i keni përsërit. Po, gjithë. Kujt pjashojmë hajrin? Pjashojmë që aty në rrugëve që i kemi bo na, që aty në autostradave që i kemi bo na gjatë mandatit tonë, që aty aeroportit që i kemi bo na. Dhe në këto vitet e fundit nuk është që kemi pa diçka. Dhe po ta thëmë, jo vetëm si me thonë, që si kundërshtar politik, po në kësha pas qef me konë i demantum që dikush kish punu diçka për me ushty mandej me thonë, na i kemi bo 3, e këta i kam bo 5, ose na i kemi bo 3, e këta i kam bo 2. Njësi matëse me konë puna, jo fjala. Fjala tu e shaj tjetrin, tu mbjell për qamje, tu thona i keni pa ata, sa t'je ki pa, për shembull një ministër merret edhe me veshjen e njerëzve. Po nuk mund është ti me gjyku kur t'ja shet telefonin e shtrajt, kjo e pas ka rahatu, e pas ka qitë sen në 2 zen. Më thonë, këto janë diçka mendimet këqija, gjykimet këqija, besa para gjykime. Nerva u kove të fundit të më shku, për shembull, komentet negative të femnave që i drejtohen një femnës, për shembull këtë rast mu në disa video, e para gjykojnë, si me thonë, e komentojnë lukën tem edhe është me njerë pasan plaka. Dhe me thonë, veç na
një femën ose një gru në moshën 20 e ca e trajtojmë si plak. Unë shumë kam kujdes, mundona me pas kujdes në moshat e shtyme që qysh mi u drejtu, se për një me nuk din për musmuni ajo kesh, e kam fjallën për 70 e tutje, se për 25-10 nuk mundesh mi u thonë, po. Po me gjas, që po pengan pak. Po të ka hi e plak, ka pedin nuk... Plak? Hello! Veç 40 vjeqe. Po, për ndryshe jo, nuk mirëna me... Okej, super e sinqert, Ryva. Një sen është, hajde nëse jëmë fenomen për diqka, është që ja kum arrit pas 10 vjetë mu inkarnu edhe me hinë, mu shty edhe me nojsin, edhe me kreshen, edhe me... Edin, do me thonë, qaj është për mu, edin, qaj është për mu... Fitimi ma i madh, po. Një fenomen, se tash, po vjen, unë e mesaj kullave, dhe më është, unë e mes peshkaqenve, i rrethuar. Plot punë nuk do t'i ceki. Ja, me emra, jo se pasaj gjelet hatri njerëzve. I kom për zemër gati krejt, edhin, si cili menon, asi, veç po tëm, emrat do t'i them, po t'a them, që kom thoni ere, kom thonën kështu, kur vdeson, tash më sfërni, po kur si ty me thonë, kur vdeson bashkë ty me thonë që ti e moderatore. Që atër ki me thonë, 3 këngëtarët tonë, ma të doptit, po flasë për Kosovë, në Kosovë, fitojnë mas shumë t'i pare. Jam edhe njëherë tjetër tek skena këtu me një tjetër artist, so mund të më thonë liresh që është sinonimi i atmosferës. Mirë që nuk kemi tavolina këtu për rreth, se për ndryshe shkon muhabeti. Radi është bashkë me Idealin. Faleminderit shumë këtë natë të rëndësishme për këtë neve. Fundi i vitit 2024 po ndajmë bashkë, kështu që kënaqësi. Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi, më konë pjesë të venishit, edhe një ndjen të për e veçanë mas e pikalujna fund vitin bashkë. Shimi vitin tjetër. Ditën e mirë, faleminderit. Ideal, para se me dhuru ju super atmosferë si çdo herë tjetër kudo që jeni, me performancën që veç e keni përgjedh, po, jemi në fund, 2024 ta me disa fjalë për ty që shka? Ka qenë shumë e sukseshme, ka qenë shumë e bukur, ka qenë tepër atmosferike edhe ka shku shumë shpejt. A ka shku shumë shpejt, a kjo arë këtë përfundim definitivisht që ka shku dita, ka shku orët, ka shku vite. Do me thonë, si sot më kujtohet me 12 janar, heca për Gjermani, si mu konë para një javë që kom shku, mu shëtit, edhe që? Edhe që ku jemi? Erdhëm me një janar viti tjetë. Bash, po him kështu në 2025, po, Ideal, do shta një për momenteve, a kështë mujtë me nda që ka qenë kulminant në 2024, të në që kështë përmbledh, si një për momenteve ma të mira, apo ka pas be shumë momente, ka pas edhe kiksat vogël, ka pas hajgare, ka pas nevoza. E që të bojmë atë bukura. Po, e kanë bo vitin tepër të kompletun, kena pas shumë punë. Një që u konë moment i veçantë, u konë kur na kanë ftu Alisa dhe Urimi ndasëm, cilët i përshëndes shumë. I kena kënu ndasëm, ka qenë një respekt e për i malë, njëna një shumë mirë, kena shku, kena performu, kena bo shumë atmosferë, edhe fjallë në fund s'kanë mungu fjallë të bukra. Të shtymë për para, realisht, të fjallë që... Edhe krejt dasmorve, jo vetëm atyne, po krejt dasmorve, ku të krynë dasmën, që ato dhe me thonë mu m'japin vullnet për jetë, me bo mësë mu konë e jone, me ma bo... Ska Ideal. Mo një një avë, mu ki down me disponim, ketë për tokë kështë. Bash, Ideal, po, hajde, për fund një urem për 2025-ën, qka ke synim edhe për krejt publikun që për në ndjekin? 2025-ën kom një jetë me punu pak ma shumë se sa si vjetë. Sa pak i punua, pak i Alo, po dojna çdo ditë javës me punu, se pak për në do këtë. Kisha pas shef gjithë me pas mas pari shëndetin, se pa shëndet s'ka as para, s'ka familja, s'ka kurçdo. Shëndetin, dashni në familje, sukses, mandena parja është e fundit, po i pas pare këtë të tjera të në rregull. Rregull, bashkë, të i përmirë. Ideala, po është atë studio atë, po shkoj punë atë, edhe po ndjeki performancën e juve. A jemi në rregull? Hajde, s'kena për juve. Faleminderit shumë.
Unë e qa zëmra filloj të vëra, me të kisha hynë gjyna, pas ka qenë fshehu këtu në shpi, se pas kam di. Hajde ndrojna pak rritëm, hajde të bëjnë atmosferë, mas e kena vitin e rrisonde. Zamba ku i barde, of of ama. O zamba ku i barde, of of ama. O je maj bukra këtë mahale, of of ama. O je maj bukra këtë mahale, of of ama. E moj zemrush, e moj daglush, sigur rush aman aman. E moj zemrush, e moj daglush, si ti so kërgu. Of of ama. O në mahale në qytete, of of ama. O ty t'kalala për kimete, of of ama. O ty t'kalala për kimete, of of ama. E moj zemrush, moj daglush, synin sigur rush aman aman. E moj zemrush, e moj daglush, si ti so kërgur. Hajde gjallë, hajde. Se flokët e verdha, me sytë si moj Magdalena. Se flokët e verdha, me sytë si moj Magdalena. E si haroj moj, do të përjet, Magdalen, moj Magdalena. O ja do të mare, ja do të des, e Magdalen, moj Magdalena. O si haroj moj, do të përjet, o Magdalen, moj Magdalena. Ja do të mare, ja do të des, Magdalen, moj Magdalena. E në balkon lullet ka qenë moj Magdalena. E në balkon lullet ka qenë moj Magdalena. Këputeni e palma mu, Magdalen, moj Magdalena. E të kam dashte prav të du, o Magdalen, moj Magdalena. Këputeni e falma mu, o Magdalen, moj Magdalena.
e të kam dash dhe prap të du. O Magdalena, moj Magdalena. Siguro në së do në kërguj. Da, oj da dush. O ti ma bone zamë në mbrush. Da, oj da dush. O siguro në së do në kërguj. Hajde djoj, hajde. Da dush e më them. Da, oj da dush. E ti ma bone zamë në mbruj. Da, oj da dush. O siguro në së do në kërguj. Da, oj da dush. E ti ma bone zamë në mbruj. Da, oj da dush. O siguro në së do në kërguj. Hale Toni, kallë. Hale djoj, hey! Edhe kjo notë me hare, këtu të gle, në mesin ton, për qilë ka, e koka po halakon, edhe piskon, s'po di
O hajde luj qyqe, këti mori shyret, ti e kalle grejt, pasha qa lezet, hajde luj qyqe. 3, 2, 1, shko! Pas kësaj super atmosfere me muzikë, është koha që me vazhdo edhe me top listën. Na ka mbet pozita e 5, e 4, e 3 dhe e 2 më radhë. Dhe gjata që kanë 3 vajza, vjen koha që i bojnë edhe 3 djemë me vajza, sepse dhondrin familje bot si fëmi i dytë. Po neve na intereson si njeri neve na ka dhonë shumë pozitivitet edhe pritje të mije, na ka gëzu. E kom taku. E ke taku? Unë e kom taku, po, natyrisht që unë e shof lëmëtorinë e Lotinës, për neve si prind kjo ka rëndësi, vendimi i saj e di që nuk ka qenë i letë, e kom kuptu që s'ka qenë i letë, sepse unë edhe Mika e dim rritën e saj, shkollimin e saj. Krejt familjar që a i kom kushere, janë martu, janë feju, nuk kom shku nas një dasëm, nas një fejes. Nështë prind, babi i ka 71 vjetë, mami gati 70, kom mungu, nështë në këto vitet e fundit në pjesën më të madhe, ditlindjeve të në kështu që kom sakrifiku shumë, po mendoj që ja ka vlejt. Ja ka vlejt. Kjo më kalodh shumë, për 10 vite resht, lëndimet, presioni nështë mediatik, edhe gjithë që kam ka orë deri këtu. Edhe thjesht kom dasht me o tërhek, po e kom pas që Toni nuk ka dasht. Edhe gara ka shku shumë keq, kom rënë në meqin e parë, në gjerën e parë, edhe pas to kjo se kom pas një periudhë shumë të vështirë. Nuk isha dasht me full shumë gjatë për që ato mirë, po ka qenë periudha më e vështirë në jetën tem. Më është dasht me shku të neuropsikiatri, të psikologu, kom qenë me terapi, edhe kur e kom te i kalu qatë fazë, e kom pa që sporti është pjesë e rëndësishme e jetës, po jo gjithë shka. Kom qenë shumë keq psikisht, nuk kom dasht as me garu mirë, po i kom tregu Tonit, e kom rej që s'ka dasht as me diskutu, edhe që ndoshta nëse une isha tërhek para lojrave olimpike të Tokios, kjo kishtë qenë presion ekstra për ndoshta për distrinë, për Norën, si janë mësu me qenë Malinda në kip edhe që 90% Malinda merë medalje, kështu që na jemi mirë. Të pak të ndikush në kip me marë medalje. Personalisht, kur të shof një person, se unë udhtoj shumë, kur të shof dika në aeroport, që ecë në drejt, që ka posturën e fort, ai për shembull ka muskuj, ai për shembull është disciplinar sepse i ka bërë ato muskuj. Që ajo disciplina ja pron konfidencën, që ajo konfidencë, kur hen sall takime punës, ai din çish me close the deals. Do të thotë çish është më efikas. Qaj njëri që është edhe i mirë në punë, zakonisht i jep 2 fesh konfidencën, që është i mirë edhe në shpesh për sherë, sepse e dim me vlerësu gjëra që i ka. Një njëri që është konsistent, ose që është disciplinar, është i suksesshëm edhe në sferat e tjera të jetës, nuk është vetëm fitnesi. Fitnesi tregon se qaj person e merr e respekton veten, se kur e respekton veten, ti të respekton edhe njerëz tjerë. Kena mërime një pozicion që bëhet krye lajm që Kida i ka ble papuqet Gucci. A penzia është 180 euro. Qoftë se je single, e regulon për me provoku naj djall ose janë asjelta, sa po? Jo, s'është, jo. E për çka regulohet aja? Për pikë qefi tam. Mos provoni mu më fullirat mu, sepse në qoftë se ti e bën fotografinë e regulon, ti e regulon vish me provoku dikon. Që fotografin a tërgëm pëse regulon një fotografi. Sepse nesër mas nesër ti ki me dal me qatë djall ose me qatë qik, e aj kur që i del sabit, pa e zem, një burë rreth të 70-a, shkon blen konin gjyros flakt. Avdin, këna rëshit me i motër. 70 vjetë, ketë të bu këpur dhe me po, flakt me konë. Pse mos me gjyros? Po doke në kezve. Po mu për përshej. Se sën pilyn dhe në fund, se dhe ju kanë rallu, e tani pidoken me një, edhe pilyn me dokonë të keqe, avdin. Se tani kjo roja pjetë se e bardë.
Është koha që të ndryshojmë pak atmosferën, nga kjo pjesë ku jam unë, do të kalojmë më njerë në hapësirën tjetër për një super atmosferë, tamam shqip e tradit. Nuk po zbuloj, vetëse shijojeni.
Nga i super ambient edhe atmosferë jashtëzakonshme që na sollën Rapsodët, jam tek kjo skena tjetër me një tjetër artist, lirisht mund të më thënë që ai që ju jep tjetër ngjyrë dasmave, me kaq që e kisha prezantu. Gentian Gojani bashkë me neve. Gentian, faleminderit shumë që në këtë natë feste je bashkë me neve sonte. Faleminderit shumë, kujtesa për ftesën, është kënaqësi gjithmonë me të qenë tek ju. Edhe jam i lumtur që do të këndoj disa këngë të bukura për gjithë shikuesit të Nisht. Na dhe ma të lumtur se sa ti beso, po hajde para se me na dhuru këtë super performance, tregona pak 2024 me disa fjalë. Ç'shka Genti për ty? Spari komplimente për dukjen. Faleminderit. 2024 ka qenë tepër e mirë, me shumë angazhime, me këngë të reja, me projekte të reja, me shumë dasma, mramja, hengje. E kemi pa. Ka qenë mjaftë ngrakune, po shpresoj që edhe 2025 ka më shtu kështu si 2024, asgjë nuk du ma mirë, kështu që... Modest, kërkesa modeste, kështu. Kërkesa modeste, po. Jo, rëndësishme është ta kemi shëndetin, aja është premare, pastaj tjerat le të vinë. Si do të vinë. Super. Hajde nëse duhet më pa tjetër, jo më pa tjetër, po me ndoa një për momenteve ma të mira të 2024-ës, a kështë ndoa një me neva, jo? Që të ka ndodhë, apo fështirë? Momentet ma të mira, po ka pas plot, nuk është dishka që... E jashtëzakonshme që është për mu cek. Momentet ma të mira për mua, gjatë vitet e vetë kalune, janë kur më kalin djali parë dhe djali dytë këto i veçaj kështu që moment... Këto gëzime tjetës. Momente tjera, sa i përket karierës, kanë qenë gjdo herë me suksese, do një herë me në i dëshprim të vogël, mirë po, gjdo herë ka kalu. Mirë që e përmendë dhe pjesën e dëshprimit. Do të jo gjithë shka është e bukur, për kjo bën vitin edhe dinamik. Ullet, ngritit, gjithë shka që veç edhe ndodhin brenda vitit. Mos ketë njeri edhe ulli nga një herë, atëherë nuk është të jetë interesant. Bash. Hajde po, një urem për fond për 2025-ën. Ketë sak diçka, një urem edhe për krejt publikën që veç po na ndjekin, Gentian. Po primarja shëndeti, jure gjithve ta keni shëndetin, lumëturin, edhe ajo është pjesë shëndetit, këto e primare, pastaj edhe parë, sepse pa parë nuk jetohet. Mirë që e the edhe këta të fundit. Genti po më duket vetja pak e tepër këtu në skenë, kështu që unë po dalë me vrap prej skenës, Genti bashkë me Argjendin me një super performance. Faleminderit shumë. Dikur me thoje shumë të dua, me fjallë të amla, me vrave mua. Sa intrigante mu tregove, duke më buthu, ti më mashtrove. Dikur me thoje shumë të dua, me fjallë të amla, me vrave mua. Sa intrigante mu tregove, duke më buthu, ti më mashtrove. Ti se kupton që është dashuria, vret pa më shirmoj të mirat e mija. Lotët e tua s'janë ma vlen, kërkon më budhësh edhe njëherë. Ti se kupton që është dashuria, vret pa më shirmoj të mirat e mija. Lotët e tua s'janë ma vlen, kërkon të më putësh edhe njëherë.
Ta vala zemrën dashuri, ma shkatrove muarini. Torta një të dolivoja, ne të dy moj, mbaroj loja. Ta vala zemrën dashuri, ma shkatrove muarini. Torta një të dolivoja, për ne të dy moj, mbaroj loja. Ti se kupton që është dashuria, vret pa më shirë moj, të mirat e mija. Lotët e tua s'kan më vlerë, kërkon të më putesh edhe njëherë. Ti se kupton që është dashuria, vret pa më shirë moj, të mirat e mija. Lotët e tua s'kan më vlerë, kërkon të më putesh edhe njëherë. Me fati ju bushesh, e dashuria ju shkon diqysh. Po dashuria në mes në qash, hiq kur qysh, hiq kur qysh. Krejt me fati ju bushesh, e dashuria ju shkon diqysh. Po dashuria në mes e qash, hiq kur qysh, hiq kur qysh. Krejt me fati ju bushesh, e dashuria ju shkon diqysh. Po dashuria në mes e qash, hiq kur qysh, hiq kur qysh.
moje bukura, more. Si të lash e mas të pash, moje bukura, more. Si të lash e mas të pash, si të lash, si të lash, si të lash e mas të pash, si të lash, si të lash, si të lash e mas të pash. Atje lash unë zonjën më me, atje lash edhe tim vëlla, atje lash unë zonjën më me, atje lash edhe tim vëlla. Atje lash, atje lash, atje lash edhe tim vëlla. Atje lash, atje lash, atje lash edhe